Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Për sot do të flasim për temën mirënjohja është roja e mirësive. Në ajetin 112 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allahu sjell si shembull një vendanim që ishte i sigurt dhe i qetë. Furnizimi i tij i vinte me bollëk nga çdo anë. Mirpo, ai i mohoi mirësitë e Allahut, prandaj Allahu e bëri të shijoj petkun e urisë dhe të frikës për shkak të asaj që vepronin. Ndërsa në ajetin 28 të surës Ibrahim, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Vall, a nuk i sheh ata që mirësinë e Allahut e kanë ndruar me mohim dhe e kanë sjell popullin e tyre në shtëpinë e shkatërimit? Po të lexohen me vëmendje këto dy ajete, do të shihet se tema kryesore që i bashkon ato është mirësia, është mirënjohja ndaj Allahut për mirësitë që ai na ka dhënë dhe rreziku i mohimit, keqpërdorimit ose i shpërdorimit të mirësive të Allahut. Të dy këto ajete tregojnë se siguria, furnizimi, qetësia dhe mirëqenia janë mirësi të mëdha, por nuk duhen marrë si të garantuara për gjithmonë. Në ajetin e parë, vetëmarrimi përshkruhet me dy mirësi shumë të mëdha. E para është siguria, e dyta furnizimi i bollshëm. Kur banorët e atij vendi nuk i njohën dhe nuk i përdorën siç duhet mirësitë e Allahut, gjendja e tyre ndryshoi në të kundërtën, nga bollëku në uri dhe nga siguria në frikë. Nga ajeti 112 në surën Nahl, mësojmë se mirënjohja nuk është vetëm të thuash Elhamdulillah, të falenderoj o Zot, por edhe ta përdorësh një mirësi në mënyrë të drejtë, duke ju bindur Allahut dhënësit të mirësisë, duke mos bërë padrejtësi dhe duke mos e kthyer begatin në shkak arrogance apo mëkati. Kurse ajeti i dytë, pra ajeti 28 në surën Ibrahim, e zgjeron këtë kuptim. Ai flet për njerëzit që e zëvendësojnë mirësinë me mohimin dhe për më tepër me zgjedhjet e tyre i çojnë edhe të tjerë drejt shkatërrimit. Këtu ka një paralajmërim të fortë, veçanërisht për ata që kanë ndikim tek të tjerët, si udhëheqësit, prindrit, mësuesit dhe çdo person që ndiqet nga të tjerët. Një njeri mund të gabojë vetë, por është edhe më e rëndë kur ai bëhet shkak që një familje ose një shoqëri e tërë të marrë një drejtim të gabuar dhe të bëhen mosmirënjohës. Mohimi i mirësisë nuk nënkupton domosdoshmërisht vetëm mohimin me fjalë, por edhe mosmirënjohjen, mendjemadhësinë dhe përdorimin e begative e mirësive në mëkat. Dhe si pasojë, Allahu u ndryshoi gjendjen. Begatia u zëvendësua me uri, siguria u zëvendësua me frikë. Kjo për shkak të veprave të tyre të këqija. Mesazhet e këtyre dy ajeteve janë: i pari, siguria është një nga mirësitë e mëdha të Allahut,
shpesh njeriu e kupton vlerën e saj vetëm kur e humbet atë. Mesazhi i dytë, furnizimi i bollshëm është një provë. Ai nuk është vetëm shenjë e dashurisë së Allahut, por edhe përgjegjësi. Se ku do ta përdorësh dhe si do ta përdorësh për furnizimin që të jep Allahu. Mesazhi i tretë, mirënjohja i ruan mirësitë. Falënderimi me zemër, me gjuhë dhe me vepra është shkak për vazhdimin e mirësive. Mesazhi i katërt, mos mirënjohja sjell humbjen e begative. Allahu mund ta ndryshojë gjendjen e një populli kur ai largohet nga drejtësia dhe falënderimi. Mesazhi i pestë, ndëshkimi i Allahut shpesh vjen për gradualisht. Njeriu fillimisht humbet qetësinë, pastaj sigurinë, pastaj mirëqenien. Dhe kjo për shkak të veprave të tij të këqija. Mesazhi i gjashtë, ky shembull pra në ajet nuk i përket vetëm një populli të së kaluarës. Ai është paralajmërim për çdo shoqëri dhe për çdo individ, sepse Kurani është fjala e Allahut dhe Allahu e ka zbritur për çdo kohë, për çdo vend, dhe jo i posaçëm vetëm në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Shembujt që sjell Kurani janë mësim për çdo shoqëri, për çdo popull, në çdo kohë dhe në çdo vend. Mesazhi i shtatë, mirësia e Allahut kërkon mirënjohje jo vetëm me fjalë, por me vepra. Kur një njeri apo shoqëri ka mirësi, siguri, pasuri, dije, pushtet, shëndet, mundësi, por i përdor ato në padrejtësi, arrogancë, ose në dëm të tjerëve, në një farë mënyrë e ka ndrruar mirësinë me mohim. Mesazhi i 8, ajeti 28 në surën Ibrahim, thekson përgjegjësinë e atyre që ndikojnë tek të tjerët. Ai nuk thot se ata shkatëruan veten, por thot se e sollën popullin e tyre në shkatërim drejt rënimit. Pra, një vendim i gabuar i një prisi, një elite apo i njerëzve me ndikim në shoqëri mund të ketë pasoja mbi një popull të tërë. Mesazhi i 9, mos mirënjohja ka pasoja shoqërore. Kur një shoqëri, pra kur në një shan me ata që kanë nevojë, begatia bëhet bekim kur shoqërohet me falënderim, drejtësi dhe përgjegjësi, por kur përdoret kundër së mirës, ajo mund të kthehet në shkak të rënimit. Çfarë lidhje kanë këto dy ajete me ditët e sotme? Padyshim, lidhja e këtyre dy ajeteve me ditët e sotme është shumë e drejtë për drejtë. Këto ajete lidhen pra natyrshëm me realitetin e sotëm, sepse nuk flasin vetëm për një qytet të së kaluarës, por për një ligj moral të shoqërisë që është se begatia nuk ruhet vetëm me pasuri, por me mënyrën se si ajo përdoret. Ne mund të kemi ushqim, shtëpi, shëndet, shkollim, paqe, teknologji dhe shumë mundësi, por nga që mësohemi me to, mund të harrojmë sa të mëdha janë këto mirësi. Ajetet na mësojnë të mos e masim begatin vetëm me pasuri, të jetosh pa frikë, të kesh familjen pranë, ujë, ushqim dhe mundësi për të adhuruar Allahun janë vetë begati madhështore dhe për këto duhet të jemi mirënjohës ndaj krijuesit. Një tjetër mësim për kohën tonë është se mirësitë sjellin përgjegjësi. Pasuria mund të përdoret për mirësi ose për padrejtësi, dituria për të udhëzuar ose për të mashtruar, teknologjia për dobi ose për dëm. Pyetja që na drejtojnë këto ajete nuk është vetëm çfarë më ka dhënë Allahu, por pyetja është si po e përdor atë që Allahu më ka dhënë. Një shoqëri mund të ketë siguri, ekonomi të mirë, ushqim, teknologji dhe mundësi të shumta, por
nëse njerëzit fillojnë t'i marrin këto si të mirëqena, të humbasin mirënjohjen, drejtësinë dhe përgjegjësinë ndaj njëri tjetrit, atëherë begatia mund të kthehet në pasiguri. Ajetet e lidhin mohimin e dhuntive jo vetëm me fjalën, por edhe me sjelljen, padrejtësinë, lakminë, korrupsionin, shpërdorimin, shtypjen e të dobtit dhe indiferencën ndaj vuajtjes së tjetrit. Sot mund të shohim në mënyrë sot e shohim në mënyrë shumë konkrete. Ka vende të pasura ku njerëzit jetojnë me ankth e frikë. Ka vende që prodhojnë ushqim me bollëk, ndërsa një pjesë e popullsisë vuan nga varfëria dhe nga ushqimi. Ka shoqëri me zhvillim të madh teknologjik, por me humbje të besimit mes njerëzve. Pra, uria dhe frika mund të kuptohen jo vetëm si mungesë buke apo lufte, por edhe si pasiguri ekonomike, frikë për të ardhmen, trazira shoqërore dhe humbje e qetësisë së brendshme. Të dashur vëllezër dhe motra, mirësitë janë amanet. Kur një shoqëri e shoqëron atë me mirënjohje, drejtësi, mëshirë dhe kujdes për tjetrin, ajo mirësi bëhet bekim. Kur e shoqëron me arrogancë, pa drejtësi dhe shpërdorim, vetë mirësia mund të kthehet ose mund të bëhet shkak i rrënimit të shoqërisë. Mirënjohja ndaj Zotit nuk është vetëm të thuash elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut, por është që mirësia që të ka dhënë Zoti të mos bëhet shkak që dikush tjetër të vuajë. Mësimet praktike që përmbajnë këto dy ajete janë: së pari, falenderoje Allahun çdo ditë për sigurinë, shëndetin dhe furnizimin që ke. Së dyti, mos e konsidero mirësinë si diçka të garantuar, ajo mund të largohet nëse shpërdorohet ose nuk falenderohet. Së treti, përdori dhuntit të Allahut në rrugë të mirë dhe jo në mëkat. Mësimi i katër, kur një shoqëri përhap padrejtësinë, mosmirënjohjen dhe korrupsionin, rrezikon të humbas qetësinë dhe mirëqenien. Dhe mësimi i pesë, besimtari duhet të kërkojë gjithmonë që Allahu t'ia ruajë dhuntin duke i shoqëruar ato me falënderim dhe bindje. Këto dy ajete na mësojnë një ligj të pandryshueshëm të Allahut, se begatit ruhen me falënderim, ndërsa humben me mosmirënjohje. Prandaj, siguria, qetësia dhe furnizimi nuk janë vetëm rezultati i shkaqeve materiale, por edhe fryt i mirësisë, drejtësisë dhe i mirënjohjes ndaj krijuesit, Allahut fuqiplot. Në fund, le të kujtojmë gjithmonë dhe ta mbajmë në zemër të vërtetën se mirësitë nuk janë vetëm dhurata, por edhe amanete. Sa herë që Allahu na jep shëndet, familje, bukë, siguri, dije, mundësi apo qetësi, ai na jep një arsye më shumë për ta kujtuar atë, për ta falënderuar dhe për t'u bërë edhe më të mirë. Mirënjohja është roja e mirësive. Mirënjohja e mban zemrën të përulur, e ruan njeriu nga mendjemallësia dhe e mëson që të falenderoj për atë që ka, ta përdor me drejtësi, me mëshirë dhe me dobi për të tjerët. Prandaj, mos ta lëm falenderimin vetëm me gjuhë, le ta bëjmë vepër. Nëse kemi pasuri të japim, nëse kemi dije të ndihmojmë, nëse kemi forcë të mbrojmë, nëse kemi zemër të qetë, t'ia lehtësojmë edhe dikujt tjetër varrën, sepse mirësia që falenderohet ruhet, mirësia që ndahet bekohet, dhe zemra që njeh dhuruesin kur nuk varfrohet. Allahu na bëft prej mirënjohësve, na ruajt nga çdo e keqe, na i ruajt mirësitë që na ka dhënë, na i shtoft me bereqet dhe mos lejoft që zemrat tona t'i harrojnë ato dhe as të harrojmë të falenderojmë për dhuruesin e mirësive. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaj, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.